I ka busulla jonë. Dhe na e kemi orientim demokracinë liberale euro-atlantike. Tash, veç edhe një fjali kushtim. Nëse, veç një informacion, ekziston që dikush për qëtyre 10 se non janë tash, deputetve, që përfaqësojnë listën sërbe, është i përfshim në Banjsk dhe ajo në kuvend në Kosovë, nuk është fajtuar ajo, o fajtuar sistemi i Republikës tonë, sistemi sigurisë, sistemi politik, sistemi gjyqësor, sistemi prokurorial. Po mi, aksa kuzë dhe... Vetëm pak proces gjyqësor ka. Jo ndaj që ty në njerë të Zoti Sadiku. Proces gjyqësor për atë... Jo ndaj listës sërbë ka Zoti Sadiku. Zoti Sadiku nuk ka proces gjyqësor kundër listës sërbë. Ka proces gjyqësor ndaj Banjskës. Ka. Pushtrim. Banjska përëndimi alat të e ka njoft grupin terrorist Radojqiqit, por nuk është vërtetu s'po publiku sa të në nërës dirkit pun. Neves në ka thonë kërkush që ka për 9 deputetve që janë fuzim terrorist. Nëse ka je fajtor të në merë janë mund, është kushtrim. A ka të drejtë, vetëm pak, përfaqësuesi, lutem se nuk bëjmë të debatet një të kohë. Po vetëm pak, dukollën e kemi këtu. Jo 2 debatet një të kohë. Po ju e dini shumë të tu Kosova, për s'kom nevoj me a thonë juve. Dukolli. Na kemi morë pavarësinë në proces dhe vjetë fëmi bërë pakisa. A është e drejt nga ana tjetër, ta kthejmë në pjesën tjetër medaljes. A është e drejt ti thuhet ti je me terroristët, ti je terroriste, një zonje që është aty që ka një delegim. Sistem Kosovës. Po sistem Kosovës edhe ata edhe Radojqiqi ka qenë po e ka organizuar Banjskën. Po du me thonë, ty po dukesh po merron pa nevojë. E para duket. E para që po du të them, nuk bën të tjetërsohet. Jo, ideja është a mund t'i thuhet një zonje. Kërkush nuk është kundër minoritetit serb. Domethënë nuk është lëvizja vetëvendosje kundër minoritetit serb. Përkundrazi, ne jemi të interesuar shumë që zonës t'i thuhet terroriste. Politike. Zonës t'i thuhet terroriste. Që dalë edhe aty. Po për ne është shumë problem lista serbe. Do më thonë nuk mund. Por ato po e dim se ne po diskutojmë. Dgjoj, jo ka vetëm për të krijuar një momentum, apo mos po marr anë. Jo, dgjoj, këtu ne kemi dëgjuar deklarata të lloj-llojshme për ditë që thonë nuk është lista serbe problem për ne. Për lëvizjen vetëvendosje është problem, sepse është problem për Kosovën. Është problem për Kosovën. Dhe në kuptimin e kësaj, e shoh edhe këtë deklarat, unë nuk e shoh këtë deklarat që është drejtu kundër minoritetit serb. Ajo përfaqëson listën serbe. Ajo u deklaru që nuk e përfaqësoj listën serbe. Mirë po. Nëse nuk e... Ajo ullu një institucionet Republikës Kosovës apo jo? Nëse nuk e përfaqëson listën serbe, duhet distancohet nga lista serbe. Për shkak se lista serbe deri sot... Lista serbe ka deleguar të si... Zoti Dugolli, a bonve Dugolli, të lutëm, mirashajtas që thujnë na. A është që ajo zoj sonte, a ka qenë e ullu një institucion të Republikës Kosovës? Po ka qenë. Kjo është në institucionin e Kosovës. Jo, në kostë. Më falli. A di për shka në falli. Zoti Dugolli, me këtë gjumë, me përsëri ti që gjumë. Ja kush do tjetër që të vend, une e ndërpres debatin me juve. Absolutisht. Dgjoj, une do ta gjykoja sikur se generalizohet ajo deklarat të orientohet kundër minoritetit serb. Kërkon nuk e tha. Sot aktualisht, zoti Dugolli, edhe një pyetje. Aktualisht tregojë shtetarëve të Republikës, kush i përfaqëson komunitetin serb në kuvend në institucionet Kosovës? Jo vetëm lista serbe. Kush tjetër? Është Nenad Drashić, i cili jo me 10, a? Po dgjoj, jo. Jo me 9. Jo. Ne po tentojmë që edhe në me i bëu edhe një njos, çasi. Edhe në komunitetin serb të ketë demokraci, të ketë pluralizëm. Sigurisht, edhe unë çfarë këtu po pajtohem. Lista serbe. Po demokraci jo me ty. S'ka problem. Lista serbe, përveç se e ka luftu, e lufton
shtetin e Kosovës, e ka minu demokracinë brenda minoritetit serb, e ka rreziku demokracinë. Mos e ka përcej pak kështu. Jo, vishë në sa më një paralele me të re kështu. Ashpër, dhe ishte në mënyrë se ta është mëndaj një zonje. Se cili individ e ka temperamentin e vetë edhe une janë momente. Jo, Janë momente.